Gido. Hey Gido, a mund të bëj një pyetje? Po fol moj zemër fol, unë jam enciklopedi, çfarë të duash ti di? Ja të vitu ta them të veshi më mirë se kam pak zor. Po mirë, hajde. Vera po vjen dhe dua të dobësojmë shpejt e pa shumë lodhje. Ke ndonjë ide ti apo të pres verën tjetër? Oh, më në fund, dikush do që të dëgjoj sekretet e mia. E shikon sa në formë që jam, po s'është asesi kjo më xhan. E kam një sekret, po e ndaj me ty sepse s'dua të jem i vetmi që do dukem si një yll Instagrami. E po hajde Gido më trego se mezi po pres. Gati, mbaje mend këtë informacion se të ndryshon jetën. Hi sheqeri nga kafja dhe bukën nga tavolina. Mund të ndihesh sikur po ndahesh nga dashuria e parë. Por beso, është për të mirën tënde. Në vend të tyre bëu mik me perimet, supën dhe mishin. Janë shoqëri më besnike dhe se lëm barkun të frysit të lumbace. O Gido, seriozisht tani? Po, mos më shiko kështu si arush. Hallin e barkut e kam edhe unë. Pastaj më merr me vete dhe e provojmë bashkë për ca ditë. Do rrim pa sheqer, pa ëmbëlsirë, pa bukë. Ne do ham vetëm perime, supë, mish, disa herë dhe fruta kur na kap mërzia. Po kur të më marr malli për ëmbëlsira? Mbaje veten. Kur të shikosh barkun që do të filloj të t'jap lam të mirën, apo rrobat që të bëjnë sërish, do thuash, kishte edhe drejt ky Gido, se e di çfarë, trupi yt të do. Vetëm ti se ke dëgjuar deri tani. Ushqeu mirë, qesh shpesh dhe do kesh një trup që s'ka nevojë për filtra në foto. Dhe për më shumë sekrete, mua më gjeni te genida.shop. Ua Gido, mezi po pres. Mua më ke jo vetëm për përqafime, por edhe për këshilla që bëjnë diferencën. Po vi për një përqafim.